Profesor, edhe më shkote një humbje e thellë, edhe pse Vllaznia ishte diçka tjetër në ndeshjen e dytë. Një koment juaj për këtë stil. Ja, thëmë të drejtën, rezultati ishte thellë. Ishte thellë sepse diferenca dihen, nuk po në që ndeshjen e parë në Milano, por edhe këto tregu në vlerët e ty në ekipi Interit, ka kualitet e mërand, por për sot në ndryshim me ndeshjen e parë, i përgëzoj vajzat, përgëzoj se përllunë në fushën e lojës, lujtin, sidomos pjesën e parë, lujtin mirë, markune, kërkume me dalë në të stunë, pat me rastit tona, kështu që duhet i përgëzoj të vajzë. Kënë detyrat, taktikisht, ashtu që që kishim thanë, kishim folë, me gjithë se ishte shumë e shkurt koha, në ndeshja parë, në ndeshja e dytë, vajzët duhet detyrume të ngrinim pak moralisht, sepse ishin në rame moralisht nga humbja parë, dhe vajzat paraqitin fushën e lojës që kishin ndryshu dhe tregun e vlerët e tyne. Kjo ishte për ne në interesin tonë që vajzat tregojnë vlerët e tyne në fushën e lojës, sepse rezultati u ditë se si ashtë që në ndeshjen e parë, por edhe ndeshja e dytë dihet e punë si diferencat bëjnë punën e vetë. Në fakt, rastet për Vllaznin, përse munguan një gol duaj, paktin në portin italian. Pa diskutim që duhet e i gol, sepse si që thash më përpara, këru me rastet, por është edhe fati në futbol nuk desht, sepse ata raste mund të shfrytëzohen më mirë. Por gjithsesi, faleminderit vajzave. Sa mendoni se mund të ndikoj ky eliminim dhe këto dy rezultate negative në turin e dytë për vazhdimin e kampionatit të Vllaznia? Jo, në shiko, në këtë turn kena thënë gjithmonë, pavarësisht ne në Interi në ekipet më të vështira në këtë turn, po këtë turn ka gjitha ekipet janë të vështira, unë e shmeta, mu përballë. Por besoj të vajzat janë profesioniste dhe do ta marrin vetin shumë shpejt që t'jenë të gatshëm për kampionat dhe të shkojmë drejt objektivit tonë që ka fitimi i titullit. Koça mendon Më fal? Kjo përvojë ndërkombëtare. Pa diskutim që përvoja është një element kyç që na fitojmë përvojën në çdo ndeshje që luasim, sidomos kur janë ekipet të mëdha, na fitojmë përvojën e duhur që ta kena për vazhdimsinë. Koça mendon që është ky kampionati shqiptar shumë i dobët që bën dhe e rrit shkallën e vështirësisë së Vllaznisë në Europë? Pa diskutim që kjo është një aspekt i veçantë që duhet ta përmendim vazhdimisht, sepse duke qenë kampionati i dobët, edhe Vllaznia mund të jenë pak e dobët në fushën e lojës në ekipet në kompeticionet ndërkombëtare. Sikur kampionatet janë më fortë, siç për shembull po marrim kampionatin italian me Çilutin me Interin, është një kampionat shumë i fortë që nga Juventus, nga vendi i parë që ka nga kampion që ka dalë vjet, si është në vendin e 6-7. Kështu që sa më i fortë kampionati, aq më i fortë del ekipi i kampion dhe aq më tepër ke mundësi mu përballë në kompeticionet ndërkombëtare. Rikthirje në kampionat, kur do të jetë ndeshja e parë e Vllaznisë dhe me këtë? Ndeshja do të luhet në fillim të muajit tjetër në mos u gabosha, sepse janë ndeshjet ndërpret kampionati, sepse janë dy ndeshje ndërkombëtare të kampionatit dy ndeshje ndërkombëtare të femrave, letkombëtarja, kështu që o në fund të muajit o në fillim të muajit tjetër diçka e tillë kur ta caktojnë federata, sepse ndërprehet kampionati. Sot do kolaudohet skuadra sa i përket prurjeve të reja, duke qenë se pak kohë më parë tha që nuk janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të skuadrës. Po, është e vërtetë dhe mund ta keni parë sot, sidomos në pjesën e parë, që ekipi ishte më ndryshe, ekipi ditë u harmonizu raportin midis njëra tjetrit, ose brenda raportit lojtarët me njëra tjetrin ishin më të harmonizuar, më të koordinuar, veproshin më mirë, pavarësisht se kishin përballë kualitete shumë të mira dhe e kishim të vështirë, por gjithsesi na dolme, sidomos pjesën e parë, dolme disa herë. Thyme aksionet kundërshtare dhe dolme disa herë në portën kundërshtare që mund të shënoshim. Dhe them që ekipi është drejt atij harmonizimit të plotë që duhet të jenë në vazhdimsinë e kampionatit, që të jemi të gatshëm për çdo ndeshje në kampionatin tonë. Sukses. Faleminderit për jush.